Elvis, mirëmëngjes, përshëndes. Atëherë, kur ka ndodhur ngjarja, çfarë detajesh mund të na japësh në lidhje edhe me dinamikën e saj? Mirëmëngjes nga Lezhë, Arlind. Në fakt vetë fjalë për një ngjarje e cila ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnatën në fshatin Tale të Lezhës, ku është ekzekutuar me armë zjarri 57 vjeçari Pjetër Kaza. Ky fundit po kthehej nga puna për në banesën e tij në fshatin Tale, kur është zënë prit nga persona ende të pa identifikuar, të cilët kanë qelluar me vërshri plumbash në drejtim të automjetit të 57 vjeçarit, duke e lënë të vdekur në vend. Ndërkohë që ai është gjetur disa orë më vonë nga bashkëshortja rreth orës 5 të mëngjesit, e cila më pas ka sinjalizuar edhe policinë në lidhje me rastin. Duhet të theksuar fakti se në vendin e ngjarjes vjen që të ketë forca të shumta policie, të cilët po krehin çdo zonën dhe po mbledhin çdo provë për dëshmi të mundshme me qëllim e zbardhjen e këtij krimi që ndodhi pak pas mesnatën në fshatin Tale të Lezhës, ndërsa 57 vjeçari punonte në një minier në zonën e Spalçit në Mirdit dhe siç duket autorët i kanë ruajtur lëvizjet e tij duke pritur pikërisht në hyrje të banesës dhe kanë qelluar në drejtim të 57 vjeçarit të Pjetër Kaza duke lënë të vdekur në vend. Pista kryesore e hetimeve është ajo e hakmarrjes, pasi rreth një vit më parë ati kishin vrarë edhe vëlla në Belgjik, shtetasin Agustin Kaza. Kam një vështirësi në komunikimin me kolegun Elvis Hila. Elvis, edhe njerë, për shkak se patëm një shkëputje, atëherë, çfarë mund të na thuash për konfliktet më parshme apo precedent me cilët mund të jetë lidhur kjo ngjarje sot? Çfarë thot policia? Ju referuar me dëgjoni Erlind? Po, tani po jemi rikthyer në lidhje. Atëherë edhe një herë për shikuesit, sepse patëm një shkëputje. Çfarë piste po heton policia paraprakisht, sepse jemi në hapat e para, besoj, apo jo? Ka precedent më parshëm me cilët mund të lidhet kjo ngjarje? Në fakt pista kryesore e hetimeve është ajo e hakmarrjes, duke i referuar një ngjarje e cila ka ndodhur me 7 janar të vitit 1994 në qytetin e Rreshenit, ku ekzekutua me armë zjarri shefi i krimeve Ndue Kaza. Ai dyshohet se u qellua me armë zjarri në mes të qytetit nga Dod Gjini dhe Agustin Gjini, të cilët pas ngjarjes u arratisën, ndërkohë që në vitin 1997 Martin Kaza ka vrarë për hakmarrje në qytetin e Laçit vëllezërit Gjini, të cilët kanë qenë autor të dyshuar të vrasjes së vëllait të tij në vitin 1924 dhe për këtë ngjarje Kaza është dënuar me 22 vite burg për veprat penale, vrasje me paramendim dhe armëmbajtje pa leje, ndërkohë që tashmë saga e hakmarrjeve është rikthyer gjatë viteve të fundit duke i referuar edhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në harkun kohor të një viti, vrasjen e Agustin Kazës dhe ditën e sotme të kësaj vrasje e cila ndodhi pikërisht në Tale të Lezhës, ku ekzekutua me armë zjarri 57 vjeçari Pjetër Kaza. Ky është edhe policia i ka përshëndruar hetimet pikërisht të kjo sag hakmarrjesh midis dy fisëve, po mblidhet çdo provë dhe dëshmi e mundshme me qëllim zbardhjen e kësaj ngjarje, e cila siç e përmendëm edhe pak më sipër, ndodhi rreth orës 1 pas mesnatë në fshatin Tale të Lezhës, teksa 57 vjeçari po kthehej për në banesën e tij, sapo kishte lënë punën, dhe po kthehej për të hyrë në banesë. Aty është zënë prit nga personat të pa identifikuar, të cilët kanë qelluar me breshri plumbash duke lënë të vdekur në vend, dhe rreth orës 5 të mëngjesit është gjetur nga bashkëshortja, e cila ka sinjalizuar familjarët e tjerë, por edhe të afërm e më pas policinë në lidhje me rastin. Nuk duket të ketë banesa të dendura, pra le të themi nuk ka shumë godina pra njëra tjetrës, të paktën nga pamjet që po shoh, për të rikthyer pak edhe tek dinamika sërish Elvis. Çfarë lehtësie mund të ketë patur në ngritjen e kësaj prite, autori ose autorët? Në fakt, zona në fjalë është e banuar, por duke përfituar edhe nga errësira, autorët kanë vepruar duke kryer pikërisht ekzekutimin e 57 vjeçarit, siç duket kanë qenë disa persona të cilët kanë ruajtur lëvizjet e tij dhe të tjerë e kanë pritur duke qelluar në drejtim të automjetit, pra ku teksa ai po hynte në banesën e tij në fshatin Tale të Lezhës, edhe makina është gjetur e ndezur nga ana e bashkëshortes, pra rreth orës 5 të mëngjesit, por nga ana tjetër duhet thënë se gjithë zona këtu
është në errësirë dhe është e pamundur edhe për të dërtuar një kronologji të ngjarjes, duke ju referuar faktit se edhe kamerat ndonjë banese të cilët ndodhet këtu pranë nuk shohin asgjë për shkak të errësirës, ndërsa duhet thënë se po analizohen dhe po shikohen pamjet filmike të kamerave të tjera në zonë duke nisur nga superstrada Lezhë Laç e më pas në drejtim të rrugës së Tales për të parë çdo lëvizje para dhe pas ngjarjes, ndërkohë që sipas burimeve policia ka shoqëruar dhe po merr një pyetje një sër personash të cilët mund të kenë ndjeni dhe mund të ndihmojnë në zbardhjen e kësaj ngjarje, pra që tronditi fshatin Tale të Lezhës rreth orës 1 pas mesnatën, ndërsa duhet theksuar fakti se në zonë ka forca të shumta policie të cilët janë në kërkim të ndonjë gjurmë të lënë nga autorët që mund të ndihmojnë pra në zbardhjen e kësaj ngjarje. Elvis, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, nëse do të ketë detaje të tjera për të përcjellë, do të kemi sërish lidhje bashkë.